Gjotani, se qa tërheqti, tërhiqja ato 60 megat atje në kolonjë dhe pas të hajtë tërhiqja gjëra tjera. Se ato të mbajnë peng dhe për fat keq nga ushtari i Ramës, numri 2 i shtetit, i e shëndruar ushtar i vrasit të Ravik Gurës. Ka gjë më të nevrishme se kjo. Nuk i ka ndodhë kur këti parlamenti kjo që po i ndodhë tani. Kjo që po i ndodhë tani. Tani, të flasë këtu, dhe të përfaqësoj të ashtu quajtën mazhorancë. Personi 009. Të flas këtu në emër të popullit të mazhorancë, që është mazhorancë. Toyota Yaris, koordinatori i trafikut të drogës me Toyota Yaris, të flas këtu në emër të popullit dhe të përfaqësoj pushtetin dhe mazhorancën. Ushtari Isuel Qelës, të flas këtu personi 009 i cili gjendet në të gjitha dosjet që Britania e Madhe disponon për trafikun e drogës. Të flas këtu personi i cili gjendet në dosjet e Brukselit për trafiqe, këtu tregon që ju jeni katandisur, jo më përfaqësues popullit, po jeni thjesht band dhe keni vënë krye bandit në kryet grupit, sigur jeni edhe kundërshtet. Ti më vjen keq, ti më dhimbsesh. Ai 60 mekshi ty do të tërheq, Zoti Noka, do të tërheq më duhet dhe do të edhe një herë vëmendjen do marrë. Dhe do të shpoj edhe do të purnoj. Kjo është çështja jote. Tani gjot. 64 rregullores, për sa i përket masa e dytë për sa i përket mashtrimeve, gjot. Për ju, nuk jeni këtu, nuk mund të bëni dot asgjë me dhunë, as verbale, as fizike, në Kuvendin e Shqipërisë, të paktën për sa kohë që jam unë në pozicion. Mund ta ngrini zërin sa të doni, nuk dilni dot rregullore, nuk dilni dot ligjin. Fjala juaj nuk është për procedurë dhe ndërpritet tani me një herë. Shumë faleminderit. Nuk e hapse, nuk e hapni, nuk e merrni fjalën me forcë, dot ju kur, asnjëherë. Me forcë nuk e merrni dot fjalën. Dhe fjala juaj nuk është për procedurë. Hiqet fjala. Vazhdojmë me rendin e ditës. Fjalën e ka sipas listës diskutantëve zoti Sali Berisha, i cili nuk ndodhet në sallë. Fjalën e ka zonja Elda Hoti. Zonja Elda Hoti, fjala për ju. Nuk ishte procedurë. Zonja Elda Hoti. Zonja Elda Hoti do merrni fjalën? Keni fjalën procedurë? Do ta merrni fjalën? Nuk ishte fjala për procedurë dhe ishte fjala e mbushur me shantazhe, diskriminim, fyerje për të cilën morët edhe masën disiplinore vërejtje, sipas nenit 64 të rregullores të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Mund t'i bini foltore sa të doni, me dhunë nuk merret fjala këtu, këtu është institucion kushtetues. Ju nuk mund të merrni dot asgjë me dhunë. Ju lutem mos ndërprisni punimet e Kuvendit të Shqipërisë. Zonja Elda Hoti, do ta merrni fjalën? Okej, vazhdojmë me listën e diskutantëve. Zonja Bora Muzhaçi. Zonja Bora Muzhaçi e ka fjalën. Mund më hapni nga vendi kryetar? Nuk e liron foltorën, kolegu. Kolegu nuk liron foltorën. I nderuar kryetari i Kuvendit. Se liron kolegu juaj.